rikthyer në pjesën e fundit të gatimit për sot, do të përgatisim tani tushi. Tushi me lakër, karot, lule lakër, majdanoz. Tashmë e dim të gjithë që janë të shëndetshme, probiotik natyral, duhet mos mungojnë në tryezat tona, duhet ta kemi kujdes me kripën. Por do t'ju tregojmë një mënyrë tani. Karotat, po të kemi domate jeshile, gjë që s'kishte sot, sepse i shkon dhe domatja jeshile jashtë mase. Vendos. Unë do bëj për kaq. Për kavanozin që kemi, për ne që shoqërojmë këto gatimet tona, kur të merren tjetër atë. Nuk ka problem se çfarë lakre. Kjo është turshi që bëhet brenda 4-5 ditëve. Që e shtojmë ujin pak të vakët që të na japi rezultatin për pak ditë. Largoj një sekondë këtu. Tani edhe lule lakër. Nuk e kaloj në thik. Ja shtojmë kështu boçe, tufa. Tufa zerdeli. Ja. Sigurisht kripa edhe pak. Vendos më shumë lule lakër. Derisa një sekond, ja, të tillë. Marr dhe karotën tjetër. Shtoj dafinën. O, pilargoj këtu. Shtoj kripën, pakos fare sheqer dhe ujë të ngrohtë direkt. E mbushim plot derisa të mbulohet këtu niveli i kavanozit. Thamë që kavanozat duhet të jenë të pastra. Direkt bëhet tretja. Tani, tash dhe mbushesh edhe një herë, më duket. Japet edhe një herë derisa të arrijë niveli duhur. Më pas e nxehim kapakun me ujë të nxehtë për ta puthitur më mirë se opa. Do të shtoj masën e uthullës. Do ta mbuloj me gjethet, edhe pakos fare ujë dhe jam shumë në rregull. Deri ku kemi kapakun? Ja, duhet ta nxehim pak ndoshta apo është ujë nxehtë aty brenda? Jo, është nxehtë ujë. Ma vujt, okay. Dhe ja ku e kemi. Mirë, kemi bërë pak shumë ujë tani ne dhe sopën e kemi furrën, e kemi për ta larë. Supa është duke zier, supa me mish të grirë dhe oriz, ndërkohë plënci siç e shihni është ajkosur, e kemi lënë të piqet brenda në furrë. Do të më shtosh pak. Të shtojmë tani edhe përzierjen e fundit që ka në të, ne ta bëjmë me këtë dorën tjetër se këtu uthull, vaj edhe hudhra. Ja, po ja shtojmë përzierjes këtu brenda, që të marri shijen. Kam. Po ta frezojmë. Për të pastruar sobën, kam ujin e nxehtë. Po, mirë është për çdo pjekje aty në furrë të bëjmë pastrimin. Shtoj masën e sodës, sikurse që do ndodh ky reaksioni edhe uthullën. Pres. Le të jetë një limon që unë e kam përdorur. Pra reaksioni dhe aroma e fuqishme e uthullës në bashkëveprim me sodën. Okej. Këtë tepsi e vendosim në furrë me atë nxehtësinë që kemi nga pjekja e tavës tonë. Shiko pra si është reaksioni, e marr dhe e vendos sërish në sobë. Avuj që mua do më kryohen, do bëhet pastrimi i sobës. Do ta lëm të zjej aty akoma. E lëm, patjetër që unë e kam edhe në nxehtësi.
e kam diku te 175-a, shumë pak. Gjithë avi që krijohen dhe bashkë me sodën, uthullën dhe limonin, është që pastruhet shumë i mirë pa kimikate. Pra që tepër kur pastrojmë shpesh furrën, po ashtu edhe për të larguar aromat e këqija të saj. Një mënyrë krejtësisht natyrale. Tani, shijojmë kafen ton Lavazza, mbyllim këtu hapësirën e gatimit. Unë ju pres pas fleshit informativ në bisedë që të flasim me ekspertët tanë për tekstet e shkollës. Sa vështirësi ndjeni ju si prindër teksa bëni detyrat me fëmijët tuaj. Ju pres pas pak.